Përse duhet të investoni në pasuritë paluajtshme? Ditën e sotme do themi disa nga arsyet përse ju duhet të konsideroni investimet në pasuritë paluajtshme. 1. Vlera e pronës. Historia ka treguar gjithmonë që me kalimin e kohës, vlera e pasurive të paluajtshme është gjithmonë në rritje. 2. Fluksi i paras. Pasuritë të paluajtshme të ofrojnë një aftësi të konsiderueshme për të gjeneruar një fluks të parave. Të ardhurat nga qeraja mujore bëjnë që të krijojnë një nxitje të shkëlqyer të ardhurave pasjeve dhe ju ofrojnë investitorit një siguri financiare. 3. Financimi me bankë. Një përfitim shumë domethënës në investime me pasuri të paluajtshme është se prona të jep mundësinë që ju të investoni një pjesë shumë të vogël të parave tuaja dhe pjesën tjetër mund ta mbuloni duke u financuar me kredi nëpërmjet bankës. Kjo do të thotë se ju mund të jeni me shumë pak lekë sërish pronari një prone. 4. Aseti prekshëm. Prona, duke qenë një aktiv i prekshëm, mund të shfrytëzohet për të kapitalizuar në rrjedhë të shumta të ardhurave dhe duke shijuar në fund vlerësimin e saj.